Kanye West do të mbaj koncert në Tiranë, zbulohet data. Reperi i njohur amerikan Kanye West pritet të mbajë një koncert live në Tiranë në 11 korrik në një nga eventet më të mëdha muzikore të organizuara ndonjëherë në Shqipëri. Lajmi është bërë ditur nga kryeministri Edi Rama, i cili ka konfirmuar zhvillimin e këtij spektakli madhor në kryeqytet, duke sjellë për herë të parë në vend një emër të nivelit më të lartë të industrisë globale të muzikës. Koncerti po shihet si një ngjarje me impakt të madh, jo vetëm për fansat e artistit, por edhe për skenën kulturore dhe turistike në Shqipëri. Pritet që ky event të tërheqë mijëra ndjekës nga vendi dhe rajoni, duke e kthyer Tiranën në një pikë referimi të rëndësishëm për evente ndërkombëtare gjatë sezonit veror.